Përshëndetje të nderuar miq, ja ku jemi sërish në emisionin tonë Realitete Ekonomike. Duam të flasim për samitin e dytë Kinë-Azi Qendrore, i cili po zhvillohet në Astana të Kazakistanit dhe që po përcjell mesazhe të rëndësishme edhe për rajonet dhe ekonominë botërore në tërësi. Kemi nderin të jemi në mjediset e punës të Altax me zotin Eduard Gjokutaj, ekspert pranë Altax. Zoti Gjokutaj, faleminderit që na mikpritët. Faleminderit juve. Zoti Gjokutaj, ky samit i dytë po zhvillohet këtë javë. Tregtia dypaqe Kinë-Azi Qendrore është rritur nga vetëm $460 milion në fillim të marrëdhënieve diplomatike Kinë me këto vende, në gati $95 miliardë në vitin 2024. Pra një rritje me 10 herë. A mund të flitet për një epokë të re të bashkëpunimit ekonomik midis Kinës dhe këtyre vendeve? Në fakt dhe qëllimi i këtij samiti nga sa duket është pikërisht të riformatoj apo të rikalibroj edhe një herë ato marrëdhënie strategjike të vendosura më përpara, sidomos me atë që u krijua si sekretariat i Kinës me Azin, me qëllimin që të fuste një frym të re paralele dhe jashtë atyre që mund të konsiderohen si pjesa e një gjeoekonomie bazuar mbi detin. Dhe natyrisht në këtë mes krijimi i një tjetër lloj lidhje dhe një tjetër lloj qasje, sidomos duke mësuar infrastrukturës, natyrisht që do t'japi një frymarrje ndryshe atyre që konsiderohen si vendet e BRIC. Në nivel të investimeve të Kinës, pikërisht në këto vende të Azisë Qendrore, në kuadër të nismës një brez, një rrugë, projekte të rëndësishme për rajonin në nivel transportit dhe infrastrukturës, ju dhe përmendët, po sinjalizoj një angazhim të përbashkët për të ndërtuar një rajon më të ndërlidhur dhe më të begat. Në gjykimin tuaj, a do eci kjo qasje? Besoj se do eci për arsye se kjo është ndërtuar mbi interesin e të gjitha vendeve, të cilët tashmë duke ndërtuar linja logjistike, se s'janë vetëm linja transporti, janë lidhje të tilla që krijojnë një ndërveprim midis zonave, natyrisht përveç se kursimit të asaj që quhet kohë dhe pjesës së gjithë asaj që lidhet me kursimin e kohës, do të arrijnë të mundsojnë që të krijojnë një tjetër lloj rrjetëzimi të këtyre vendeve me qëllim që të ripozicionojnë ekonomitë e vendeve brenda kontureve të reja, nisur nga konfliktet e fundit ushtarake, nisur nga mënyra se si po zhvillohet tregtia ndërkombëtare dhe një rikonfigurim i ri i cili po i detyron dhe po i orienton të gjitha këto vende të investojnë pikërisht në logjistikën e transport, por jo vetëm, pasi përveç transportit kemi ndërlidhjen. Ju e përmend me të drejtë investimin në ndërlidhje dhe në transport që nga lançimi i tij në fakt në para 3 vitesh, në vitin 2022, shërbimi i transportit ndërkufijtar Tianfu, një rrugë e rëndësishme logjistike që lidh provincën jugperëndimore Sichuan të Kinës me Azinë Qendrore, është zgjeruar me shpejtësi duke lidhur tani rreth 20 qytete në 5 vende të Azisë Qendrore dhe duke ofruar më shumë se 40 kategori mallrash. Në gjykimin tuaj, është e njëjtja qasje e një rrugë, një brez, një rrugë, apo ka ndryshuar diçka në qasjen e Kinës me këto vende dhe me investimet në to? Ka një veçori në kuptimin e asaj që rikonfigurimi strategjik natyrisht jep një ridimensionim të një riformatim të gjithë marrëdhënieve. Natyrisht që është vazhdimi i asaj një brez, një rrugë, por tashmë duke i arritur të ndërlidhen më mirë ato zona të cilat arrin që të rivalizojnë apo të jenë rrugë paralele me rrugët detare të cilat po bëhen gjithmonë më të kushtueshme dhe nga ana tjetër edhe kanë një tjetër lloj sigurie, pra ndërsa krijojnë ndërlidhje, krijojnë dhe një brez të ri kufitar marrëdhënies, të cilët në vetvete zhvillojnë marrëdhëniet në formatin e orientuar geostrategjik i lançuar nga Kina, e cila tashmë ka si një qasje largpamse strategjike që nëpërmjet rrugëve të përçojë dhe gjithë atë çfarë ka si qëllime të saj për një treg paralel dhe një ri konfigurim të asaj çfarë marrëveshjet e deri tanishme nuk e arrin dot më. Në dhjetor të vitit kaluar në Chengdu të Kinës u mbajt takimi 5 i ministrave të jashtëm të asaj që quhet tashmë mekanizmi Kinë-Azi Qendrore, ndoshta edhe në parafrim të mekanizmit të krijuar përmes Kinës dhe vendeve të Evropës Qendrore dhe Lindore. Ministrat e jashtëm nga Kina, Kazakistani, Kirgistani, Taxhikistani, Turkmenistani dhe Uzbekistani riafirmuan në të takim bashkëpunimin e tyre në një gamë të gjerë sektorë, sidomos në tregti, investime dhe në atë ndërlidhjen që edhe juve përmendët në kuadër të nismës një brez, një rrugë. Në gjykimin tuaj, a ka marrë ky bashkëpunim një hof të ri
edhe në kuadër të vështirësive në tregtinë botërore, sidomos në kanalet tradicionale të saj, në lidhjet Kinë, Shtetet Bashkuara të Amerikës apo Kinë Bashkimi Evropian? Po thënë në gjuhën e statistikave të cilët ju përmendet pak më përpara, dhe ato çfarë janë publikuara, një dyfishim i vlerës marrëdhënieve tregtare në të paktën 3-4 vitet e fundit nga $50 miliard në $95 miliard është treguesi më i dukshëm që marrëdhëniet janë intensifikuar, investimet ja kanë vlerëtuar për arsye se e kanë rikthyer atë çfarë është bërë dhe qëllimi i investimeve në transport i cili nuk është thjesht ndërtimi rrugëve, por është ndërlidhja dhe komunikimi midis tyre, kur themi midis tyre, midis tregjeve dhe zonat prodhimit dhe individëve, ka arritur atë që Kina, me sa duket, po arrin të përçojë një rrugë të re e cila duhet marrë si një model për vende të vogla si Shqipëria, të cilët kanë shumë vite që investojnë në infrastrukturë, por nuk kanë arritur pikërisht atë që është kyçi i suksesit të infrastrukturës, ndërlidhjen. Ju e tha bukur një model dhe pikërisht kjo ishte pyetja e parafondit e jona, a mund të ndiqet ky shembull i kësaj tregtie që ju e thatë me të drejtë në 3-4 vitet e fundit është dyfishuar praktikisht nëpër masa, edhe përmes projekteve të nismës një brez një rrugë në rajonin ton, pasi e dim që në disa prej vendeve të rajonit ky nismë ka patur sukses. Po besoj që duhet të ndiqet për arsye se ka të bëjë me interesin e vendeve të cilët nuk duhet të ngelen në periferi të marrëdhënieve tregtare dhe të gjithë rrjetit tregtar, por duhet të jenë proaktiv për arsye se koha është tani dhe momentin kur vonohesh për të kapur momentin, natyrisht që ke edhe kosto të cilat vinë dhe agravohen me kalimin e kohës. Për vende të vogla si Shqipëria apo dhe gjithë rajoni i Ballkanit, kjo vlen edhe më shumë jo thjesht për të bërë atë lloj modeli në mënyrën për ta kopjuar, por për ta përshtatur me kontekstin në cilin rajoni po evolvon tashmë në Bashkimin Evropian dhe nga ana tjetër për të kuptuar filozofinë e asaj çfarë bëhet. Pra, kërkohet një rrjetëzim, kërkohet një respektim i dyanshëm apo i shumanshëm i marrëdhënieve dhe nga ana tjetër përfitueshmëria e asaj çfarë lidhet me resurset që ka një vend, pasi ato kanë diversifikim në natyrën e tyre, me atë çfarë ka nevojë tregu. Dhe gjitha kjo arrihet jo vetëm thjesht nëpërmjet të transportit dhe mënyrës së logjistikës që bie ai, por nëpërmjet edhe shkëmbimit shumë intensiv, duke mos qëndruar peng thjesht i aleancave gjeopolitike dhe strategjike, por më së shumti është ekonomia ajo që prevalon mbi të gjitha këto. Lidhe me të ardhmen, duke ju referuar ndoshta edhe vizitave të presidentit kinez Xi në vendet e Azisë juglindore, sidomos në Vietnam dhe në disa vende të tjera përpara pak muajve, në gjykimin tuaj, ky samit i dytë në Astana kërkoi ndjesë të Kazakistanit. Mund të hyjë në një fazë thellësie strategjike, sikurse edhe marrëdhëniet me Kinës, me vendet e Azisë juglindore po hyjnë? Po natyrisht vetëm të mendosh ku mbahet të takimi e shpjegon më së miri kuptimin e tij gjeopolitik për arsyeën e thjesht të integrimit të këtyre vendeve dhe nga ana tjetër për të zgjeruar hartën duke kuptuar qartë tashmë dhe duke dhënë mesazhe të cilat neve i shikojmë prezente, por këto janë plane të mirë konfiguruara në të kaluara nga superfuqitë ekonomike me qëllimin që të ndahen apo të rindahen dhe njerë zonat e territorit dhe gjeografia ekonomike e secilit vend duhet ripar dhe kjo nuk është me gjeografi fizike, por është ajo çfarë duhet të ndërlidhi ato vende që e ndjejnë se tashmë ekonomia e tyre nuk mjafton dhe Shqipëria dhe vendet e tjera, Kosova dhe të gjitha të tjera duhet ta bëjnë më së pari këtë për arsye se kanë resurse të pashfrytzuara dhe kapacitete që ende nuk janë efektivizuar dhe këto janë shanset më të mira që mund të t'jepjen, përndryshe ne do të vazhdojmë të jemi në këto situata që rezistojmë, por nuk kalojmë dot më tej se kaq. Zoti Gjekuta, faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit. Të nderuar miq, ju faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim takimet e ardhshme.